nuk mund të garantojmë ose të japim një numër të saktë sa shkolla. Mendoj që 50% e drejtorive duhet të jenë gra. Demografia 52-48. 52%, se edhe ashtu janë votuesit vetëvendosës. Ne me ekipin tonë që e kemi veç në proces duke punu, ne do të mundohem, sidomos në qytet, shkollat që janë, por nuk mund të garantojmë ose të japim një numër të saktë sa shkolla, sepse nuk e dim edhe gjendjen e tyre se si qëndrojnë deri më tani. Dhe sa drejtori do t'ja dedikoni udhëheqësisë së grave, do t'ja japni udhëheqjen grave? Do ta shohim, me mundësi do të shkojmë, po mendojmë, dikon 40-50% më konë mundo. Faleminderit. Po shkojmë te Ale. Sa shkolla kemi mujt me i pilotu për mësim çditor në Stok? Mendoj që është diçka e re që ndodh në komunën e Stogut. Mendojmë që me fillu me një pilot projekt, mirë, po para se fillohet me atë pilot projekt, duhet krijohen ekspert, në mënyrë që të shkohet dhe të vizitohen shkollat, të shohim hapësinat, se a i plotësojnë kushtet me u zhvillu mësimi tërditor dhe me intervenimet e nevojshme të domosdoshme për mi kriju ambientet të caktuar, atëherë fillimisht duhet fillohet me një pilot projekt, të shohim se a ka sukses dhe mandej të vazhdojmë tutje. Edhe sa drejtori do të udhëhiqen prej grave? Mendoj që 50% e drejtorive duhet të jenë gra, sepse edhe në mandatën e kaluar sa kam qenë kryetar, 4 pozita kam pas të drejt me emëruar me partneritet, 2 kanë qenë gra dhe 2 janë moshkuj. Mirë. Ilir, sa shkolla kemi mujt me pilotu për mësim çditor? E para, sfida kryesore në pilotimin e projektit për mësim tërditor është pjesa furnizimit me ushqim. Ideja jonë është me themelu një ndërmarrje që quhet kuzhina jonë, që e para me siguru pjesën e furnizimit me ushqim të rregullt, jo veç për shkollat, por për krejt institucionet edhe parashkollore, edhe të shkollave të fillore. E dyta, kur sigurohet kjo si komponent në kuptimin e infrastrukturës për njoftim për 1-2 prej kolegëve të mi, shkollat në komunën e Stogut janë gjendje të mirë, kemi 13 shkolla dhe 9 paralele ndame që funksionojnë në baza të rregullta. Në momentin që sigurohet ushqimi, pjesa e stafit është, pjesa e hapësirave ose infrastrukturës të objekteve është, mendoj që shumë e lehtë me fillu me një pilot projekt që ka më hynë funksion të nxënësve. Sa shkolla, Ilir? Thash me fillu me një pilot projekt. Me një. Sa gra drejtoresha? Thash demografia në Stog është 52 me 48%. Para kësaj here, unë e kam pas premtim që kam e emëru si mas demografisë, nuk kanë ndodhur për shkak të edhe të marrëveshjeve që kemi pas me partnerin e koalicionit, mirë po edhe për shkak të drejtorëve që janë përfaqësues. Sidoqoftë te pjesa tjetër e udhëheqësve të cilët janë zgjedhur gjatë këtij mandati, mendoj që 80% prej tyre janë diskriminuar pozitivisht pjesa e gjinisë femnore. Edhe mendoj që kjo është arsyeja që në motjet tona po dal diku në 72-3% të pjesa e kësaj përkrahjes. Thash, ideja është me respektu pjesën e demografisë, mirë po nëse ka kvalitete pse jo kvalitete ka Ilir, veç apo don. Kallëzon sa drejtori kemi avon grave. Me kuptim po flas te pjesa e zonjave që kanë afinitet më marr përgjegjësi ekzekutive, s'po flas për kvalitete profesionale, përgjegjësi politike. Demografia 52-48. Mirë, faleminderit. Astrid, sa shkolla kemi pilotu për mësim çditor? Fillimisht një shkollë, se ashtu fillimi gjithmonë do të filloj me një, se ashtu po vazhdon edhe në komuna tjera. Mirë, po sa është kjo e rëndësishme është edhe kjo që na kemi mungesë qerdhe dhe qasje të fëmijëve në qerdhe. Brenda 4 vjetëve në komunën tonë lindin 1600 fëmijë, ku qasjen qerdhe publike kanë veç 215. Në qerdhe private janë disa, mirë po një pjesë e madhe ende nuk ka qasjen qerdhe, për shkak se në komunën tonë kemi një qerdhe të realizuar që 5 vite kanë bërë qashtu. Sa kemi voti sa qerdhe nëse vjen pushtet? Unë kam pas qasje për secilin fëmijë në qerdhe, përfundimin e kësaj qerdhes aktuale që është në përfundim e sipër dhe ndërtimin alternativ të qerdheve tjera. Sa gra drejtoresha? 52%, se edhe ashtu janë votuese vetëvendosës 52%.